Departamenti i Gruas pranë Kryesisë së Bashkësisë Islame të Kosovës ka realizuar dorëzimin e një donacioni me maska speciale për pacientët që trajtohen nga kanceri në regionin e kokës, të cilat shërbejnë si ndihmesë e rëndësishme gjatë procesit të radioterapisë. Donacioni është pranuar nga shefi i radioterapisë Behar Aci, i cili falenderoi Departamentin e Gruas për këtë iniciativë dhe për përkrahjen e vazhdueshme ndaj pacientëve që përballen me sëmundje të rënda, duke theksuar rëndësinë e bashkëpunimit me institucione dhe organizata që tregojnë ndjeshmëri sociale. Nga ana tjetër, përfaqësuesit e Departamentit të Gruas, Vajgjide Podvorica Bunjaku dhe Florentina Tërmkolli, theksuan se ky veprim është pjesë e angazhimit të vazhdueshëm të Departamentit të Gruas për të qenë pranë kategorive më të ndjeshme të shoqërisë dhe për të kontribuar në kauza me rëndësi humane dhe shëndetësore. Mjetet financiare për realizimin e këtij donacioni janë mbledhur gjatë muajit tetor, muaj i cili shënon ndërgjegjësimin për kancerin e gjirit përmes aktiviteteve të shumta humanitare të organizuara nga mualimet në mbar Kosovën. Departamenti i Gruas shpreh mirënjohje për të gjitha mualimet dhe kontribuesit që me përkushtimin e tyre e bën të mundur realizimin e këtij donacioni me vlerë.